Një herë dhu në familje, pastaj me drogë. I mituri në Qaçanik përfundon në pranga. Një rast shqetësues ka ndodhur në qytetin e Qaçanikut, ku një i mitur është arrestuar në ndyshimin për kultivim të bimëve narkotike, ndërkohë që ndaj tij po zhvillohen hetime edhe për një rast dhune në familje. Policia ka siguruar informacione se i mituri LPX rreth 17 vjeç dyshohet të jetë përdoruesi substancave narkotike dhe se në oborrin e shtëpisë së tij mund të ketë mbjella bimë të dyshuara si kanabis. Në bashkëpunim me njësinë e hetimit të trafikimit me narkotik nga Ferizaj, policia bastisi banesën dhe gjeti në pjesën e pasme të oborrit një bimë kanabisi sativa, e cila më pas është sekuestruar. I mituri ka pranuar para hetuesve se bëi fjalë për kanabis dhe me njëherë u arrestua. Ai u dërgua në stacionin policor të Qaçanikut, ku fillimisht u intervistua për rastin e dhunës në familje dhe më pas për kultivimin e bimës narkotike. Për rastin e dhunës në familje, i mituri është ndaluar për 24 orë, kurse për kultivimin e kanabisit hetimet janë duke vazhduar.